Tirana dhe Bogota. Mbi 9800 km larg, por që bëhen bashk prej një rrjeti që nuk njeh distancë. Një rrjet që fillon në xhunglën tropikale dhe përfundon në zemër të Evropës. Kjo është rruga e trafikut të kokainës dhe ky është tregu i saj. Pa rregulla, pa kufi. Dikur dy kartele famkeqe dominonin titujt kryesor të lajmeve në Kolumbi dhe mbar Amerikën Latine, njëri Pablo Escobar dhe tjetri i vëllezërve Rodriguez. Por sot mbizotëron një tablo ndryshe. Tre grupe të fragmentuara nga ish fraksionet paramilitare janë ndër më aktivet dhe me po të njëjtën fuqi. So the Colombian criminal landscape right now looks nothing like, what we know as the Medellin cartel, the Cali cartel, the ones that made us famous 30 years ago. The landscape is completely different now. So first, we have the Clan del Golfo. They also go by the name of Autodefensas Gaitanistas. Essentially, they are the successors of a former paramilitary group. They are very much linked with a lot of European drug cartels, and in that sense also cartels and criminal groups from the Balkans. On the second hand, we have dissident groups of FARC, which was the communist guerrilla that left the arms in 2016. Another very important stakeholder in this whole dynamic of narco trafficking right now in Colombia, it's the ELN, which is another guerrilla group. They have a huge control over the border with Venezuela, which is also very important in this drug trafficking dynamics. There have been increasing reports of how cartels or criminals from the Balkans regions have been involved in business with South American criminal organizations, primarily in Colombia, Peru, and Ecuador. Rrugtimi për në Evropë ka përfshirë ndjeshëm grupet shqiptare aq sa të ngrenë laborator për përpunimin dhe magazinimin e kokainës në Shqipëri. Në 10 vjeçarin e fundit, autoritetet kanë pikasur laborator në Kurbin, Elbasan, Has, Fier, Fushkruj. Por si mbërrin kokaina amerikano-latine në duart e grupeve shqiptare? Laboratori i parë që unë kam ndjekur ka qenë ai i Xiprakës, në mos gaboj diku tek fillimi i vitit 2015. Edhe sigurisht që ka qenë një ngjarje shumë interesante për shkak se ishte hera e parë që unë raportoja për një laborator kokaine. Ishte rasti i parë kur ne pam që kimistë kolumbian kishin ardhur në Shqipëri për të bërë të mundur ndarjen e kokainës. Ishte një lajm goxha i rëndësishëm. Në mënyrë konstante edhe në vendet e Bashkimit Evropian janë po kështu identifikuar edhe laborator të grupeve shqiptare që operojnë aty. Është një proces normal. Po flasim për tonelata me kokainë të cilat vinë në një vend dhe pas një dyshimi kërkohen të magazinohen dhe pastaj të procesohen derisa të shiten apo të shpërndahen në fazat e tjera. Because it means they are taking the chemicals from this region and the coca paste, which is easier to move than cocaine itself, to make the drugs on the other side. And it makes sense because basically it's expanding the business. Bisedat në vijim janë një rikrijim i komunikimeve në platformën Sky ECC mes Ergjys Dashit dhe Ismail Zenelit, të shkëputura këto nga dosjet hetimore të ashtu quajtura metamorfoza. Dashi dyshohet se koordinonte porosit nga Amerika Latine,
ndërsa Zeneli angazhohet të nxirrte drogën nga portet e Evropës. Autoritetet dyshojnë se ata së bashku me të paktën 2 grupe kriminale ishin pas 3 ngarkesave me një total prej rreth 1,6 ton kokainë që u kapën në Kolumbi, Brazil dhe Holand në vitet 2020-2021. Thyerja e platformës së koduar Sky ICC nga autoritetet franceze dhe belge ndihmoi strukturën e posaçme antikorrupsion në zbardhjen e më shumë se 30 ngjarjeve kriminale të ndodhura mes periudhës 2019-2021. Rreth 130 persona rezultuan të implikuar nga komunikimet në rrjet, prej të cilëve SPAK ka arritur të identifikojë të paktën 85 prej tyre, duke i lidhur me vrasje, tentativa vrasjesh dhe narkotrafik si pjesë e 9 grupeve kriminale. Për herë të parë, autoritetet shqiptare mundën të faktonin se grupet kriminale shqiptare nuk janë më thjesht për rrugkalimi, por ortak, nyje dhe organizator të trafikut. Realisht, zbërthimi i platformës Sky ECC na ka dhënë një ndihmë shumë të madhe në luftën kundër krimit të organizuar, ndër të tjera dhe kundër trafikut të lëndëve narkotike nga vendet e origjinës Amerikës Latine. Po nga këto platforma na ka rezultuar dhe shumë të dhëna për kapje të sasisë së lëndës narkotike edhe në vendet e origjinës. Dhe në vazhdimsi, nga ana jon janë përgatitur kërkesat për ndihmë juridike drejtuar këtyre autoriteteve përkatëse të drejtësisë të këtyre shteteve të Amerikës Latine. Numri më i madh i këtyre kërkesave për ndihmë juridike nga ana jon janë bërë gjatë viteve 2023-2024. Një pjesë është arritur të ekzekutohet nga autoritetet përkatëse. Në kuadër të bashkëpunimit me vendet e Amerikës Latine ka qenë bashkëpunimi ngushtë edhe me ndihmën e partnerëve dhe si një sukses mund të konsideroj faktin edhe të krijimit të një skuadre të përbashkët hetimore edhe me Ekuadorin. Sky na tregoi diçka që grupet kriminale shqiptare na tregoi mënyrën se si ata funksiononin dhe cilat ishin personat e kontaktit të grupeve kriminale kryesisht në Ekuador, aty ku po them ngarkohet pjesa më e madhe e kokainës që vjen në Europë. Na tregoi që grupet kriminale shqiptare kryesisht kishin 1, 2, 3 personazhe të cilët ishin të vendosur aty. Për shembull, një ndër këto personazhe, Ergyz Dashi, nuk është se punonte vetëm për një grup kriminal, ai sillte drogë nga Ekuadori drejt Europës për disa grupe kriminale, dhe Sky na e tregoi këtë. Ai punonte për grupet e Durrësit, punonte për Suel Çelën, kishte komunikime me Suel Çelën. I myself have written reports about how these criminal organizations usually come to Colombia in trios, and they usually have like the guy that closes the business and the guy that speaks Spanish and the guy that has to stay in Colombia until the cocaine is sent abroad. Hetimet kanë treguar se grupet kriminale shqiptare nuk janë më thjesht transportues, por një rrjet i mirëfillt me cikël të mbyllur, porosi, transport, shpërndarje, pastrim parash. Porosit kryesisht kryen në Meksik, Bolivi, Peru, Paraguay dhe Ekuador, ndërsa ngarkesat lëvizin nga Andet drejt porteve të Evropës, Gioia Tauro, Rotterdam, Antwerp, Algeciras, Pire, Tivar apo dhe Durrës. Më përpara, grupet kriminale shqiptare kanë qenë thjesht porositës, ose i ishin blerës të dorës së dytë në vendet e Bashkimit Evropian, të lëndës narkotike kokainë e cila vinte nga Amerika Latine. Pas viteve 2019, ka rezultuar se roli i grupeve të strukturuara kriminale shqiptare është rritur ndjeshëm në këtë trafik. Pjesëtarë të këtyre grupeve strukturuara kriminale janë kthyer në porositës direkt nga vendet e origjinës. Mendoj që suksesi i grupeve kriminale shqiptare në Amerikën Latine
është 80% fal Ekuadorit. Grupet kriminale të Ekuadorit janë grupe të cilët në ndryshim me grupet meksikane ose kolumbiane nuk kanë prezencë jashtë vendit të tyre. Ajo që grupet shqiptare ju ofruan ishte kjo prezencë në Europë. Ata filluan dhe lidhen marrëveshje se si jo vetëm të blinin kokainën nga këto grupe lokale ekuadoriane, por se si ti përfaqësonin këto grupe edhe jashtë në Europë. Për mendimin tim, nëse ekuadorianët nuk do donin që shqiptarët të punonin, nuk kishin për të punuar, nuk do ishin kaq të suksesshëm, po kam përshtypjen që fuqia e grupeve kriminale shqiptare qëndron tek një fakt i vetëm që ata janë korrekt me pagesat dhe nëse nuk je korrekt me pagesat ndaj grupeve vendase, atëherë ti ke rrezikun që të vritesh, ashtu siç janë vrarë edhe në fakt disa shqiptarë. Unë kam pasur rastin të bëj disa intervista me pjesëtarë të krimit të organizuar shqiptar në Ekuador. Disa nga gjërat që ata më kanë thënë ka qenë fakti që këto lidhje jo vetëm që janë shumë të ngushta, po janë bërë në një pjesë madhe dhe lidhje familjare. Duke nisur nga dritari Xhepi, që konsiderohet si një pioner i trafikut kokainës së shqiptarëve nga Ekuadori. Dritari Xhepi është i martuar me një grua ekuadoriane dhe ka 2 fëmijë me këtë gruan. Dhe ky nuk është vetëm rasti i dritarit Xhepit, është edhe i të tjerëve. Por duhet të theksoj edhe një fakt tjetër. Nuk është vetëm çështja e lidhjeve familjare që ata kanë krijuar në Ekuador. Janë edhe lidhjet e biznesit. Kemi raste shumë interesante, kemi trafikantë shumë interesantë, siç është ai i Dritan Gjikës, i cili kishte arritur të krijonte lidhje në instancat më të larta të pushtetit ekonomik dhe politik në Ekuador, në instancat të cilat shkonin deri afër me ish presidentin e këtij vendi dhe ishte një njeri i vendosur me më shumë se 12 kompani në Ekuador, në një pjesë të mirë të kompanive kishte si partner njerëz të rrethit të afërt të ish presidentit ekuadorian. La mafia albanesa que gobierna Ecuador. The Albanese mafia that governs Ecuador sent part of its mercenaries, trained mercenaries to put bombs in Venezuela, and they have been detained. Financuesit e këtyre grupeve, e këtij trafiku, është vënë re që një pjesë e konsiderueshme e tyre aktualisht jetojnë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Dhe financimin e vrimtarisë kriminale e bëjnë që nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Trafiku i kokainës ka gjeneruar një fluks të madh parash, që duket se qarkullon lirshëm në ekonominë shqiptare. Të veshura me shkëlqim dhe vanitet, paratë e krimit nuk janë të padukshme në vendin tonë, madje as të paprekshme. Gjatë vitit 2024, Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara administroi 566 pasuri të paluajtshme si apartamente, troje apo automjete në vlerë rreth 26.5 milion euro. Pjesë e listës ishin edhe llogari bankare apo aksione kompanish. SPAK raportoi edhe më shumë prona dhe asete të bllokuara, 65.5 milion euro pasuri, prej të cilave edhe kuota tregtare apo portofolje kriptovalutash. Skema është e njëjtë, parat ka përcejnë kontinentet, por logjika e pastrimit mbetet po ajo. Shqipëria ndjek kështu hapat e një rruge që diku tjetër ka lënë vetëm gjurmë gjaku dhe shkatrimi. Në Tiranë, për disa vite me radhë, po them 10 vitet e fundit, janë dhënë miliona metra katror ndërtim dhe qyteti i Tiranës është një ndër qytetet kryesore ku pastrohen parat. Cila është zona tjetër e cila ka pasur një bum zhvillimi, janë zonat bregdetare dhe kryesisht bregdeti i jugut. Ne shohim aty që investimet strategjike mbin kudo. Po them në një zonë aq vogël mund të kemi 10 projekte të investimeve strategjike ku injektohen me 10 milion euro për çdo projekt. Se si bëhet pastrimi parave dhe cila është skema, janë disa kompani, 10 kompani të tjera që hapen me nonkontraktim, të cilat prodhojnë më pas faktura fiktive. Kleringu në ndërtim është një tjetër formë e pastrimit të parave, kështu që
ndërtimi është kryesori dhe zonat kryesore është Tirana dhe qytetet bregdetare dhe Bregdeti në përgjithësi. So constructions for us are a huge deal, and in certain regions, and you can tell by these huge but empty buildings that you try to understand where the financing came from, how it was legalized. We have had cases of money being laundered through construction projects, infrastructure projects. So pretty much any sector of the economy could be permitted with this. Pjesa më e madhe e sekuestrave të vendosura me kërkesë të prokurisë posaçme në lidhje me pasuritë, si në kuadër të procedimeve penale, ashtu dhe në kuadër të zbatimit të ligjit të ashtu quajtur antimafje. Pjesa më e madhe e pasurive ka të bëjë me pasuritë e paluajtshme, ku bëhet fjalë për apartamente, investime në këto pasuri nga antarët e grupeve të strukturuara kriminale, të krimit organizuar. Është vënë në re kohët e fundit që një fushë e pastrimit të produkteve të veprës penale janë dhe përdorimi i kriptovalutave në kryerjen e transaksioneve të ndryshme. Realisht janë çështje në hetim për të cilat nuk mund të prononcohen. Këto grupe janë edhe grupe ndërkombëtare, përveç se janë grupe me origjinë shqiptare, janë edhe grupe ndërkombëtare. Kështu që një pjesë e parave të këtyre grupeve, për shembull ne po i shohim, po pastrohen dhe po investojmë në vende si Emiratet e Bashkuara Arabe dhe kryesisht në Dubai. Pse? Sepse sigurisht këto grupe kanë arritur për të krijuar edhe ato që quhen bazat sigurta. Përmes Dubait, ata janë të lirë të përfshin parat e pista në sistemet financiare dhe në sistemet formale ekonomike dhe prej aty pastaj ti transferojnë. Në pjesën e offshore-it gjithashtu të grupe investojnë në zona të cilat kanë sekret të lartë financiar. Po shohim që grupet shqiptare kanë arritur të ndërtojnë portofole shumë të mëdha në kriptomoneda me miliona euro për të diversifikuar kështu edhe mënyrat se si transportohen dhe pastrohen parat. Po kështu gjithmonë janë edhe këto metodat e tjera klasike siç është përmesarit, një pjesë e parave transportohet dhe pastrohet përmes elementeve të çmuar apo gurëve të çmuar, po ari vjon edhe mbetet një metodë shkëmbimi e mirë dhe një metodë gjithashtu efikase për pastrimin e parave. Deri ku depërton pastrimi i parave? Si një infeksion i rrezikshëm, paraja e pist lëviz aty ku ka pushtet dhe ndikim. Pastrimi më i madh i parave ndodh në partitë politike. Pra, çështja është për sa kohë ti lejon që partitë politike të financohen në mënyrë të paligjshme dhe jo transparente nga grupe kriminale, nga biznese, nga korporata, nga individ me interesa jo të ndershme ndaj publikes. Është e sigurt që të gjithë ato tjera do të ndodhen, pra ndërtimi, industria financiare, bankingu, shoqëritë e sigurimit, tregu i sigurimeve, shërbimet e vogla, restorantet, sektori horeka, në tërësi. Kur ti lejon që në mënyrën si prodhohet pushteti në Shqipëri, si arrihet pushteti të intervenojë, të futet paraja me origjinë jo të pastër, të gjithë të sektorët e tjerë pastaj janë reflektime ose janë pasoja këtë logjike të asaj gjëje. Pra, sa është ndikuar sektori i ndërtimit, sa që ndikuar gjithë sektorët e tjerë. Pra, ne kemi një imagjinat shumë materiale që kur ne shikojmë një pallat të ngrihet edhe kosta e një investimi në një vend kaq të vogël, po dhe në një projekt kaq kompozit, investimi të kaq i lartë, nga ana tjetër ne harrojmë që ato që s'duken janë gjithashtu janë sektorë të cilët ndikohen shumë. Nuk mund të pastrosh para pa bashkëpunimin e sektorit bankar, nuk mund të pastrosh para pa bashkëpunimin e institucioneve tatimore. Por çfarë ndodh kur paraja e pist bëhet pjesë e sistemit? Pasojat fillojnë të shfaqen ngadalë në çdo aspekt të shoqërisë, derisa nuk fshihen më. Kolumbia nuk është më një metaforë, është një përvojë e dhimbshme e asaj që mund të ndodhë kur institucionet shemben, jetët humbasin dhe plagët mbeten të hapura. The most important thing that the Albanian authorities and the Albanian society should take into account from what's happening in Colombia is that
drug trafficking organizations have an immense capacity to permeate every level of society. And undoing that damage takes so many years and so many lives. I would say that is a lesson that we can sort of pass on to you, because although we have been called a narco state for over 30 years, we do not normalize the presence of criminal money in our finances, in our state. We don't indulge it, we don't approve it. And I think on the other hand, we do demand that this is like investigated and that the people responsible are taken to the courts. And I think that like relentless and constant search of justice and accountability, no matter how long this seems, I think that's a lesson. Që ne, ose që shoqëria shqiptare ta balancoj, ose më thënë të kundërveproj kundër kësaj strategjie që duhet në një mënyrë të flasin njerëz, të tregohen histori, të rrëfehen vuajtjet e njerëzve që e pësojnë nga kjo gjë. Pra siç na rrëfehen historitë e bukura të suksesit të njerëzve që kanë përfituar nga kjo gjë. Në një mënyrë duhet rrëfyer historitë e njerëzve që kanë pësuar nga kjo gjë. Unë nuk mendoj që Shqipëria është në stadin e këtyre vendeve për të cilët ne po flasim, po them Ekuadorin, Kolumbinë, pa po vende të tjera të Amerikës Latine, por sigurisht që rreziku është shumë i madh për një vend si Shqipëria, e cila është me institucione shumë vulnerabile. Doja të përcjellja publikut se kjo luftë do vazhdojë. Ata të kenë besim tek puna jonë. Struktura e posaçme antikorrupsion përbëhet nga njerëz të cilët guxuan për të bërë pjesë e kësaj strukture, pavarësisht cënimit të shumë privilegjeve të tjera apo privatësisë së tyre, dhe janë po këto njerëz të cilët po vazhdojnë punën. Dhe do ta vazhdojmë pa kompromis në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Publiku thjesht duhet të ketë besim tek përpjekjet tona dhe të na mbështesë në vazhdimsi. Kjo nuk është më një histori e largët, është një alarm për çdo që shet ndikimin e parave të krimit dhe zgjedh të mbyll syt për një shoqëri që e përkthen suksesin në pushtet, para dhe frikë. Ajo që duket mijëra kilometra larg, në fakt është më afër se kurrë. Rrjetet janë ngritur, laboratorët ekzistojnë, aleancat janë vullosur. Çfarë mbetet është një vije holl ndarëse mes vullnetit për të luftuar apo për të bërë pjesë. Zgjedhja është e jona.